Thëtë Allahu te bareke ve teala në surën Yunus: o ju njerëz, u ka ardhur juve këshilla prej Zotit juve dhe shifa, shërim për gjoksat. Gjoksi vëllezër është vendi i grumbullit dhe mbledhjes dhe tubimit të gjithçka e çka e rrethon njeriu. Pra gjithçka që sheh, prej mërzijave që shkaktojnë dhe gëzimeve që shkaktojnë dhe hidhrimeve që shkaktojnë, këtë të mbledh në gjoks. Dhe këto vëllezër kur mbledhen shkaktojnë dame, s'lan rahat. Shumë prej gjërave që na i shohim, i perceptojnë ai nina, ato shkaktojnë një lloj, domthonë ta ngushtojnë gjoksin. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i është përmend Kur'an se na e dinë se po të ngushtohet gjoksi, se i kanë fol fjalë trana. Tani vëllezër, me çka më e shërua, të humburit e shërojnë me shumë gjëra. Dikush e shëron me raki, dikush ngon muzikë, dikush domethënë ban lloj gjë del, dikush e ban vrasje, dikush korrupsion, dikush krim, Allahu na lut. Dhe këto vepra vëllezër janë, që thot Ibn Hazmi, me largu këtë çka u mbledh në gjoks. Këtë veç me hekta. A ki pa pastaj kur e ban, e tash mirë thotë ja. Se e ka shmang ata. Allahu neve na e ka ofruar një send, pa i bë dam kërkuina, pa i njuna, me e shpras këtë çka e morrna prej grumbullit që na shkakton barr në gjoks. Çka thot Allahu xhelalu ala, ju ka ardhur juve Kur'ani. E ngon Kur'anin, e ndjek Kur'anin, e zbraz gjoksin krejt komplet. Andaj i gjen njerëzit që janë me Kur'an, njerëz qetë. Pse janë qetë vëllezër? Sa i ketat, edhe ai mbledha çka njerëzit e mbledhin. Po ke zbraz me Kur'an, e la. Ai s'ka më shka me la. Madje ai do dikush kur e ban një vepër, apo smuat ala ma keq me ata që ka dash më shërua. Sikur që plot për njerëzve e bën një gjuna, pastaj thot ta baj edhe një që të shërona. Apo ta baj edhe një që të shërona. Për shembull, e ngon që e ka përmendur Ibn Qayyim el-Juzeyni në librin e tij, mund ta shikoni atje, smundja dhe ilaçi. Ka përmendur njeriu për shembull nis me ngu muzikë haram, Allahu na lut. Këtë muzikë haram. Dhe mërzitet, apo i del një problem atje dhe mërzitet, apo i shkakton një telashe. Tani me çka do mu shëruki, ki e shlon prap një tjetër ta shëroj atë parë. E nuk shërohet smuja me smuje, helmi me helm nuk heket. Adhe dhe Allahu te bareke ve teala, ki Kur'an është që i largon krejt të gjërat e dëmshme të cilat mbledhen në gjokë. Gjithashtu Allahu te bareke ve teala e ka përmend se Kur'ani i pastron shpirtrat. Thot Allahu te bareke ve teala, wa yuzakkihim. Kur'ani i pastron shpirtrat, ta pastron shpirtin. Gjithashtu Allahu te bareke ve teala e ka përmend se Kur'ani e gjallënon shpirtin. I jep, thot Allahu te bareke ve teala, a është i barabart ai i cili ka qenë i vdekur dhe pastaj ne e kemi nxjerr, prej asaj vdekshmërie e kemi bërë të gjallë. Jejna, e kemi bërë gjallë dhe i kemi dhënë atij dritë. Dhe shikova se kjo ndërlidhja me dritën dhe gjallërinë. Andaj dielli është simboli i jetës, sikur që është edhe shiu. Pra ka nevojë për ujë dhe nxehtësi. Ka nevojë për ujë dhe nxehtësi. Këtë rol të shpirtit e ka Kur'ani, t'jap ujë dhe t'jap dritë, e cila është dielli i shpirtit. Thot Allahu xhelel xhelaluhu, e ai me dritë ec në mesin e njerëzve. Është në rrugë të drejtë. Sikur ai i cili është i zhytur në errësira, s'di me dal për tëre. Për në dhe se njëri mu kanë këtë errësirë dhe s'di ka me dal. A është i barabart me njëni cili ka dritë? S'ka mundsi. Ka dallim të madh. Kjo dhe zërejtë se ne kam përmend dietarët në çështjen e Kur'anit.